Mirëmbrëma Prishtinë, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma njerëz të Republikës sonë. Sa madhështore kjo pamje sonte, sa e bukur duket salla 1 tetori sonte, sa e madhe është kjo frym që po ndizet gjithandej Kosovës sonë, sa e madhe është lidhja demokratike e Kosovës. E madhe sepse ka zemër të madhe popullore, e madhe sepse çdo kohë, kur ka qenë lehtë kur ka qenë vështirë, kjo shtëpi politike ka qënduar drejt, e ka ditur të mbajtë gjallë një ideal të shenjtë, Kosovën e lirë, Kosovën demokratike, Kosovën republikë. E madhe është LDK, sepse ka mbështetjen e qytetarëve të zakonshëm këtij vendi, të familjeve, të punëtorëve, të rinjve, të grave, burrave, që Kosovën e duan gjithmonë me zemër. E madhe sepse ka njerëz si ju këtu, i ka për herë në bindje, në mendje, në sjellje, i ka në krah, nga dhjetori i vitit 1989 deri më sot, kohërat ndrojnë, akterët vinë e shkojnë, një gjë nuk ndryshon asnjëherë, LDK njëherë, LDK gjithherë. Dhe sonte nga kjo sallë e mbushur, plot si asnjëherë më parë, me gjithë këtë mbështetje, me gjithë këtë madhështi, le t'i tregojmë gjithë Kosovës se lidhja jonë është ngritur në këmbë, është bashkuar fort, është gati për secilën sfidë që na vjen përpara. Na shikoni për pak, s'ka gjë që na rrëzon, s'ka gjë që na trazon, s'ka gjë që na thyen sot, jemi bashk, hajdeni tash. Jemi mbledhur, ne LDK, nga gjitha anët e Kosovës, nga peja lulja e Dugaxhinit, nga istogu burimi i djathizmit. Jemi mbledhur nga Deçani, Juniku, Klina. Jemi mbledhur nga Ana Morava, nga Gjilani, Vitia, Artanja, Kamenica. Jemi mbledhur nga Mitrovica, Vushtria, Obiliqi, Drenica, nga Gjakova, Prizreni, Suareka e Dragashi, nga Ferizaj, Shtimja, Malesheva, Rahoveci, nga Lipjani, Fush Kosova, Lapi, Madh, Prishtina e krejt Kosova. Ne jemi lidhja demokratike Kosovës, sonte krejt Kosova LDK. Jemi mbledhur sonte këtu, jo vetëm si pjesëtar të një lidhje të fortë, por si një shtëpi e bashkuar e njerëzve që ndrojnë për Republikën tonë, për të ardhmen tonë, të ardhmen e një vendi që duhet qëndroj krenar, qëndroj i fortë, qëndroj prijetar. Dhe sonte e shënojmë fillimin e një kapitulli të ri për Republikën tonë. Sonte shënojmë një moment definues të historisë së popullit tonë. Sonte shënojmë kryengritjen e djathtë kombëtare si thirrje monumentale të popullit të Kosovës. Dhe në këtë kryengritje të djathtë, le t'i kujtojmë vetës se kush jemi ne. Jemi pasardhësit e qëndresës, jemi pasardhësit e rezistencës, jemi pasardhësit politik të shqiptarit më të madh të kohërave,
jemi pasardhësit politik të doktor Ibrahim Rrugovës. Dhe para vetës, kemi një kushtrim, kemi një detyrë, një obligim të ndrojmë shumë, të luftojmë fort, të fitojmë me dignitet për Republikën tonë. Zonja e Zotrin, sonte jam para jush, jo vetëm si kryetar i 4 të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo vetëm si kandidat për kryeministër i lëvizjes më të madhe kombëtare, sonte jam para jush si një djalë i kësaj toke, si një prind me ëndra të mëdha për fëmijët e tij dhe fëmijët e Kosovës. Megjithatë, sonte jam para jush si qytetar që refuzon të pranoj zymësinë e vendit tim si normalitet kohës, të pranoj ndarjen si vlerë e përçarjen si mjet politik. Nuk jemi rritur kështu. Nuk jemi rritur kështu. Nuk i rrisim as fëmijët tonë kështu, dhe nuk duam as të fitojmë kështu. Duam të jemi të vërtet, dhe vërteta që na dhembë është se Kosova sotme është një vend i kontrasteve të mëdha. Një republik e bekuar me njerëz të jashtëzakonshëm, por e lodhur nga politika e vogël e një mendje të vogël që dëshiron të kapë gjithçka në këtë vend. Një vend Jemi e një vend me rini shumë të mençur, taft dhe plot dije e energji, por të papunë, pa shpresë të humbur e në kërkim të ardheu dytë. Jemi një tokë që dha gjithçka për këtë liri, por që sot po kërkon me ankth një arsye të re për të besuar sërish. Sot kemi një Kosovë ku familjet punojnë më shumë se kurrë, por jetojnë me më shumë pasiguri se kurrë, kur prindërit sakrifikojnë çdo ditë, por në mbrëmje ende pyesin veten nëse do t'ja dalin muajin tjetër. Ku pensionisti numëron centët e tij për barnat, ku i riu diplomon me ëndra, po përballet me pyetjen më të padrejtë, që mund t'i bëhet një brezi, a duhet të rish këtu apo do të likësh nga këtu. Dhe kjo është plagë kombëtare, sepse një vend nuk humbet vetëm kur është i varfër, një vend humbet kur zhvlerëson besimin. Kur njerëzit fillojnë mendojnë se asgjë nuk ndryshon më, kur shpresa zëvendësohet me cinizëm, kur propaganda bëhet më e fortë se puna, kur zhurma bëhet më e madhe se rezultati, kur përçarja shitet si patriotizëm e kriza si mjet i ekzistencës. Një vend humbet kur mësohet me pak, ne nuk duam të mësohemi me pak. Një vend humbet kur një popull krenar i kërkohet t'i ul pritjet, kur qytetarëve u kërkohet kënaqen me ndihma të përkohshme, 100 euroshe në vend të mundësive të përhershme, kur ambicia për zhvillim zëvendësohet me menaxhim të varfërisë, kur frika nga mbrëmjet e brendshëm bëhet gryrje e vetë kohës. Ne mbesim dër të fundit në Evropë e na thuhet se kjo është arritje, rinia jo na largohet e na thuhet se kjo është zgjidhje personale, familjet shtrëngohen çdo muaj e na thuhet se ekonomia po lërzon, bizneset luftojnë për të mbijetuar, na thuhet se kurrë më mirë s'kemi qenë. Kjo është Kosova e propagandës, jo Kosova e qytetarëve të Kosovës, kjo është Kosova tyre, jo Kosova vërtet. Kosovën e vërtet e gjejmë mes njerëzve të Kosovës, mes popullit tonë, e kemi parë gjithandej, e kam parë në sytë e një vajze të vogël që më thotë se dëshiron të bëhet shkencëtare këtu, në vendin e saj, jo larg, jo diku tjetër, por këtu në Kosovë, në vendin më të bukur në botë. E kam parë dhe djalin e ri që stërvitet çdo ditë në borë në shi, me një ëndër të madhe para vetës që një ditë në hapat e Donit e Vedatit ta përfaqësoj Kosovën tonë në arenat më të mëdha të botës me flamurin e Republikës në gjoks, me atë flamur që për të nuk është objekt lara, por është identiteti ti, është sakrificë e prindëve ti, është nder për të ardhmen e ti.
E kam parë tek ndërmarrësit që nuk dorëzohen edhe kur pengohen secilën ditë, tek fermerët që zgjohen para agimit pa e humbur besimin se toka e Kosovës ende mund dhe duhet jap më shumë. Në mësuesin që vazhdon të edukoj me përkushtim edhe kur nuk dihen vlerësimin që meriton. Në mjekun që qëndron deri vonë spital, sepse ai e di se dikush ka nevojë për të. E kam parë edhe tek mërgjimtarët tonë që pas gjithë atyre viteve larg ende e quajnë Kosovën shtëpi e vetën me qëndrim të përkohshëm në Evropë. Në nënën që e pret kthimin e fëmijës së saj me mall e që nuk shuhet ky mall kurrë. Baban që punon gjithë jetën me vetëm një ëndër që fëmijët e tij ta kenë më mirë se ai. Dhe mbi gjitha e kam parë te secili qytetar të zakonshmën e këtij vendi që pavarësisht zhgënjimeve ende zgjohet mëngjes me dinitet, me punë, me besim, sepse ky popull nuk mund të lodhet, mund zhgënjehet, por nuk pushon kurrë së ndruari për një Kosovë më të mirë. Kosova e ka popullin më të mirë në botë, le t'i japim udhëheqjen që e meriton, jo mashtrues, jo përçarës, jo autokrat vegjël që pushtetin e shohin si pronë e qytetarin si turm. Prandaj, sonte të dashur qytetar, nuk qëndroj para jush për të numëruar vështirësitë, i dini ato, i jetoni ato çdo ditë dhe nuk qëndroj para jush as për t'ju ftuar në dorëzim e në ankesa, sepse ky popull nuk është popull i dorëzimit, ky popull ka ditur qëndroj edhe atëherë kur gjithçka dukej e pamundur. Populli që ka ngritur shtetin e vet me besim, sakrificë, me këmbgulje, jeni krenar për këtë, askush sikur ju, asnjëherë më sikur ju. Punën e madhe tuaj si popull, arritjen tuaj si gjenerat, po u ofendojnë çdo ditë politikan komedian. Kosovën e lirë e të pavarur, të rindërtuar e rikrijuar, me polici e me ushtri të djemve e vajzave tona plot trimëri, po a trajtojnë si një podrum me ujë. Problemi nuk është e podrumi, problemi është ai sy i atij që nuk arrin të grejë shikimin alt, sepse po të shikonte nalt, do të kuptonte një të vërtetë të thjeshtë. Shqiponjat nuk jetojnë në podrume i gjeni ata që kanë frikë. Shqiponjat jetojnë në lartësi, shikojnë larg, fluturojnë bistui dhe ky populli i Kosovës, kur nuk ka qenë popull i podrumeve, ky popull ka qenë popull i shqiponjave me plot krenari. Dhe pikërisht për këtë arsye, sonte vim para jush me një plan për të nesërmën, një që nxjerr Kosovën nga fundi i trisht në vend me dinitet, siguri, zhvillim e integrim euroatlantik. Sepse shteti nuk matet me fjalë të thata, matet me sigurinë që jep familjes së tij, matet me mundësinë që u krijon të rinjve të tij, matet me dinitetin që u garanton njerëzve të tij. Dhe ne kemi vendosur të nisim pikërisht aty ku dhem më së shumti te familja kosovare. Sepse nuk ka republik të fortë me familje të pasigurta, nuk ka ekonomi të zhvilluar kur prindi zgjohet çdo mëngjes me ankthin e muajit tjetër apo pret lëmosh nga një politikan para zgjedhjeve. Nuk ka shpresë për të ardhmen kur nëna e re ndjen se është vetëm, kur pensionisti ndihet se është barr, kur fëmia rritet pa mbështetjen që i takon. Prandaj ne do ta bëjmë shtetin krah të familjes. Me ministrinë e familjes, me 200 euro në muaj për secilin të posalindur, për plot një vit, ky është zotimi ynë i parë në këtë fushat. Me shtesa mujore për secilin fëmijë deri në moshën 16 vjeçare, me mbështetje të drejtë për gratë kujdesare dhe me 2 fishim të pensioneve, pa asnjë pension Kosovë nër 300 euro, sepse një republikë serioze nuk e lë askënd prapa. Shtesat, përfitimet, beneficionet nuk do t'jenë më lëmosh elektorale. Jo,
ato nuk do të ndalen, do të jepen, madje do të rriten dhe do të garantohen me legj si siguri e përhershme, jo si blerje elektorale. Por dhe ne kemi një të vërtet tjetër, nuk ka dignitet pa punë, nuk ka siguri pa ekonomi të fortë, nuk ka mbijetesë pa investim. Prandaj ne nuk vim me një ekonomi propagande e ekonomi sociale, vim me ekonomi pune, me ekonomi prodhimi, me ekonomi që krijon vende pune e jo vetëm numra. Do ta bëjmë Republikën tonë vend të investimeve të mëdha, do të sjellim investitor strategjik në teknologji e industri që do të krijojnë mbi 40.000 vende të reja të punës brenda një mandati 4 vjeçar. Dhe për secilin të ri që diplomohet, shteti nuk do të jetë spektator, shteti do të bëhet partner me punësim të garantuar për së paku 6 muaj me 500 euro mbështetje, do sigurojmë punësim për secilin të posadiplomuar në Kosovë, sepse nuk mund të kërkosh besim nga rinia nëse nuk i jep asnjë arsye për të besuar kësaj rinie. Do të ngrisim dhe dignitetin e punës. Mësuesi i Kosovës do të ketë pagë 1.000 euro në qeverisjen tonë. Polici, ushtari, infermieri, zjarfiksi do të kenë paga nga 900 euro në muaj paga bazë. Koeficienti 150 për mbi 80.000 punëtor publik mbetet premtimi ynë. Por zonja e zotrinj, një Kosovë e re nuk ndërtohet me ambicie të vogla, prandaj ne vim me programin më ambicioz zhvillimor që ka parë ndonjëherë Republika e Kosovës. 5 miliard euro investime kapitale në vetëm 4 vjet, në rrugë, e kurudha, në ujë, në kanalizim, në infrastrukturë moderne që lidh çdo anë të Republikës. Ana Moravës, i zotohemi përfundimin e menjëhershëm të autostradës në Gjilan e derit edhe jo i bardhë. Llapit, autostradën Ibrahim Rugova deri në Merdar. Pejës Dugaxhinit, autostradën e Dugaxhinit të mohuar ndër dekada. Mitrovicës e Gjakovës, magjistralet e shpejta të lënë tashmë pa asnjë ditë pune. Do të investojmë pashtu në Ferizaj me centralin e ri me gaz dhe atë gaz amerikan. Që mos t'i djegi më 1 miliard euro duke importuar energji, që Kosova të mos jetoj më me krizë artificiale energjetike, por me siguri energjetike. Dhe këtu më lejoni të zotohem edhe një herë, se çmimet e rrymes nuk do të rriten në mandatin ton as edhe 1 cent. Moratorium i plot. Do të ndërtojmë spitalin e ri të Kosovës, sepse qytetarët tonë nuk duhet presin me muaj për trajtim, as detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit. Do të investojmë mbi 1 miliard euro në çerdhe, në mësim tërditor, sepse shteti i fortë fillon nga fëmia, fillon te dia, fillon te shkolla, në çdo komunë të Kosovës të bëjmë mësimin tërditor si prioritet nacional. Ky është vizioni ynë, jo shtet që e menaxhon varfërinë, por shtet që krijon mirëqenie. Jo shtet që udhëhiqet me krizë, por shtet që ndërton siguri. Jo shtet që i ul pritje qytetarit, por shtet që krijon mirëqenie pasuri. Jo shtet që i harxhon 20 miliard euro e nuk e le as edhe një shenjë, shtet që investon dhe investon secilën ditë në vendin e vet. Sepse ne nuk kemi ardhur për të administruar Kosovën, ne po kërkojmë votën tuaj për të zhvilluar Kosovën. Për ta bërë këtë ëndër të mundshme,
rreth vetës kam një ekip të shkëlqyshëm, një ekip me integritet personal, burra, gra që kanë ngritur standardin e punës në nivele që të bëjnë vërtet krenar. Ata kanë jo vetëm përvojën e jashtëzakonshme tyre, por mbajnë para së gjithash me vete edhe idealin e madh të bërjes së ëndrrës realitet. Prandaj më lejoni t'ju ftoj për një dorë tërëgitje të madhe për të gjithë 109 kandidatët tjerë në këto zgjedhje që me vete bartin pishtarin e madh të ëndrrës kosovare. Zonja Zotrin, para se ta mbyll sonte, më lejoni të flas për diçka shumë më të madhe se sa një garë politike, më madhe se sa një cikël, më madhe se një mandat. Të flas për bashkimin e së djathtës brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Kosova dhe LDK ka kaluar shumë kohë në ndarje, shumë kohë në zhurmë, shumë kohë në betejë të vogla, ndërkohë që përpara nesh kanë qëndruar sfida të mëdha. E një vend i vogël si yni nuk e ka luksin më të humbë energjinë duke grindur me vetveten. Një republikë si Kosova ka nevojë për qetësi politike, për siguri shtetërore, për një drejtim të qartë, për njerëz që edhe kur mendojnë ndryshe e dinë të bashkohen për interesin e vendit. Dhe pikërisht këtë po e bëjmë dhe sonte, do ta bëjmë dhe nesër dhe shumë gjatë në kohë. Sot, në një kohë të re, ne po e bartim po të njëjtin mision politik si gjithherë, le ta bashkojmë Kosovën rreth një ide më të madhe se sa vetja, rreth një republike që nuk ndahet në tanët e të tyret, rreth një shteti që u përket të gjithëve, rreth një të ardhme që ndërtohet bashkarisht. Me krenari e me bindje të plot, dua të flas edhe për një grua të fortë, të drejtë e me plot vullnet. Dua të flas për kandidatën tonë për presidenten e 6, Vjosa Osmani Sadriu. E kam parë nga afër përkushtimin e saj ndaj Republikës, e kam parë këmbgulin e saj për të mbrojtur Kosovën, e kam parë vendosmërinë e saj për të mbajtur Kosovën gjithmonë në anën e duhur të historisë, në aleancë të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ka bërë këtë jo me ndonjë interes, por me bindje, sepse vizioni saj është dhe vizioni ynë, është vizion rrugovist i Republikës Kosovës. Prandaj e them me plot mburrje, me plot krenari, me plot zemër e mendje, se Vjosa Osmani si president e Kosovës është zgjidhja e vetme për Republikën tonë. Dhe për fund, gra e burra, vajza e djem, njerëz të mirë të kësaj republike, ky rrugtim nuk është vetëm politik, është mision historik, mision për të përmbyllur atë që brezat para nesh e nisën me sakrifisë. Mision për të bërë Kosovën jo vetëm shtet pavarur, por shtet fort, jo vetëm shtet njohur, por shtet të respektuar, jo vetëm vend ku mbijetohet, po vend ku jetohet me dignitet. Ju ftoj për diçka të madhe, shumë më të madhe se sa një vot, ju ftoj për një zotim se do ta konfirmojmë orientimin tonë perëndimor e Euroatlantik,
se do të mbrojmë miqësinë tonë të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se do të çojmë Kosovën në NATO e Bashkimit Evropian, dhe se bashkë do të bëjmë këtë Republikë të Kosovës, jo vetëm vendin që duam, por vendin që meritojmë fëmijët tonë. Unë jam Lumir Abdigjiku, LDK është shtëpia ime, Republika Kosovës është ëndra që kam, një ëndër për një Kosovë më të bashkuar, më drejtë, më të zhvilluar, më të pasur, më të krenare. Një Kosovë që ecën me alatët e saj, që beson vetvete dhe që nuk e ul kur kokën para askujt. Prandaj sonte le të bashkohemi. Zoti e bekov lidhjen demokratike të Kosovës, Zoti e bekov Kosovën. Ju faleminderit shumë. Si që do rendi në nduartrokitjet e mdhaja tuaja, le ta presim, e mirë presim për një fjalë rasti, presidentën e 6 dhe të 7 të Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sadrio. Faleminderit nga zemra. Më të dashur qytetar të vendit tim, të dashur për krahës të lidhjes demokratike të Kosovës këtu në këtë sallë, anë mban Kosovës e në mërgatën tonë. Mërgatë dashur që sytë dhe zemrën e keni gjithmonë me Kosovën, të rinj e të reja që votoni për herë të parë. Gra e nana që zgjoheni çdo ditë me frikën që fëmijët tuaj mund të marrin rrugën e mërgimit. Rrugovist të përbetuar, familje nga e gjithë Kosova. Popull i dashur i Republikës së Kosovës. Po e rinisim këtë rrugë më të bashkuar dhe më të fortë se kur, me besim të pathyeshëm në Zot, me besim në shtet e me besim në familje. Po e nisim duke lidhur besën me njëri tjetrin e duke u betuar para popullit e para Zotit, se këtë shtet që e kemi amanet të rrugovës e të dëshmorve nuk do ta lëm që të shkatrohet nga përçarjet, por do ta ndërtojmë edhe më shumë, do ta zhvillojmë edhe më shumë, do ta integrojmë edhe më shumë e do ta mbrojmë edhe më shumë. Po e rinisim këtë rrugë. Po e rinisim këtë rrugë. Po e rinisim këtë rrugë të gjithë së bashku në këtë shtëpi të madhe, nga shtëpia jone përbashkët, kur ndon mbi supe trashëgimia më e çmuar politike, e cila ka trasuar rrugën e mbijetesës sonë kombëtare dhe të krijimit të shtetit më të ri të Evropës, Republikës së Kosovës. Po ve vazhdojmë këtë rrugë pikrisht aty ku kishte nisur, me 3 postulatet e shejta: liri, pavarësi, demokraci. Dua qysh në fillim t'ju them faleminderit. Faleminderit të gjithëve për përzemërsinë, për gjithë mbështetjen dhe dashurinë që na dhat në këtë rrugtim të bashkimit tonë. Faleminderit që nga veprimtarët dhe aktivistët tonë në çdo fshat, në çdo qytet, e në çdo lagje, e deri te kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku për përkrahjen e madhe që ma dhat.
Lumirin, kandidatin ton për kryeministër, dhe me secilin prej jush, jemi bashk në misionin ton për një Kosovë më të fortë e më të pathyeshme. Kosovën që ecën përpara me rinin e saj, Kosovën që askush nuk do të mund t'ja ndalë hapin, Kosovën që na e lan amanet, ata që e bën të mundur që ne të qëndrojmë sot këtu, pa frikë, në një republik të lirë e demokratike. Prandaj kushtrimin tuaj, kthehu në shtëpi, e kam kuptuar si imperativ politik e moral për rikthim të vizioni i Kosovës që nuk u ndërtua mbi përçarje, por mbi shtetformim, mbi dinjitet, dhe mbi aleancën e pathyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me botën demokratike. Prandaj sot, e themi para jush, se jemi bashk në këtë shtëpi politike për të vazhduar një mision i cili nuk është përfunduar akoma. Duke u bashkuar rreth trashëgimisë së presidentit historik Ibrahim Rugova e duke riafirmuar se Kosova nuk mund të jetë asnjëherë instrument i kalkulimeve të ngushta politike, sepse është projekt i sakrificës dhe i besimit. Prandaj edhe e kam pranuar këtë përgjegjësi me vendosmëri dhe me vetdijen e plotë se pikërisht është momenti për ta kthyer Kosovën në rrugën e saj të natyrshme, të fortë brenda e të respektuar jashtë, të bashkuar për brenda e të palëkundur në miqësinë me aleatët tonë, sepse vetëm kështu Kosova e mban premtimin e saj historik dhe vetëm kështu i mbetet besnike sakrificës së dëshmorëve e martirëve, të cilëve u jemi për jetë mirënjohës. Motra e vlezër, ka njerëz që thonë se rrugovizmi është vetëm histori. Ka njerëz që thonë se rrugovizmi i takon veç të kaluarës. Por unë ju them sonte, rrugovizmi nuk është relikti së kaluarës. Rrugovizmi është ideja më moderne që ka njohur populli shqiptar në historinë e ekzistencës së vet. Prandaj, rrugovizmi i takon së ardhmës, sepse Rugova kuptoi shumë herët diçka që të tjerët akoma nuk e kanë kuptuar. Shteti nuk mbahet me zhurmë, me kaos. Shteti mbahet me dije, me aleat, me institucione dhe me dinjitet. Kur të tjerët mendonin vetëm për pushtet, Rugova mendonte për Kosovën në Evropë dhe për miqësinë e përhershme me Amerikën. Kur të tjerët mbillnin frikë, Rugova mbillte shpresë. Kur të tjerët shanin e përçanin, ai ndërtonte miqësi me botën demokratike. Kur të tjerët e përqeshnin e kërcnonin, ai i ofronte, ai i bashkonte dhe ai i bënte pjesë të institucioneve. Dhe sot shikoni për rreth, në një kohë përçarjesh dhe në një kohë arrogance politike, a nuk duket rrugovizmi më aktual se kur? Unë them po të madhe, sepse
Rrugovizmi është politik me moral. Rrugovizmi është shtet me dinjitet. Rrugovizmi është Kosovë perëndimore, demokratike dhe krenare. Rrugova asnjëherë nuk ndërtoi kult force, ai ndërtoi kultur shteti. Në kohën e propagandës, manipulimeve, polarizimit, është pikërisht rrugovizmi që mbetet ideja më e avancuar politike shqiptare që e mbron interesin ton kombëtar. Prandaj, let vinë e t'ju dëgjojnë juve e ta shohin se rrugovizmi jeton fuqishëm, sepse ndërton shtet të fortë pa e humbur njerëzorën dhe demokraci të fortë pa e humbur tolerancën. Sepse Rrugova nuk na la thjesht një shtet për ta mbrojtur, por na la edhe një mënyrë për ta udhëhequr atë. Sepse sa herë Kosova ka nevojë për urtësi, kthehet te Rrugova. Sa herë Kosova ka nevojë për orientim, kthehet te Rrugova. Sa herë Kosova ka nevojë për dinjitet shtetëror, kthehet te Rrugova. Dhe sa herë Kosova ka nevojë për bashkim, kthehet te lidhja demokratike e Kosovës. Prandaj ngrihuni me krenarin më të madhe në jetë. Ngrihuni me krenari, bashkohuni për Kosovën që nuk përkulet dhe nuk nënshtrohet kur. Kjo është e ardhmja. E tani, më lejoni t'ju tregoj se çfarë do t'i takoj të kaluarës. Të kaluarës do t'i takoj politika që nxit vetëm për qarje e urrejtje mes shqiptarëve. Të kaluarës do t'i takoj politika që ndjell frikën e ndërton armiq imagjinar. Të kaluarës do t'i takoj politika që kërkon nënshtrim e jo mendim të lirë. Politika që nuk ngopet kurrë nga kontrolli total mbi çdo kënd dhe gjithçka. Politika që kundërshtarin e shes si armik e qytetarin thjesht si një vegël. Prandaj, ne do t'ja lëmë së kaluarës politikës që linçon e shon edhe ata që krejt familjen deri edhe fëmijët në djep ja dhan lirisë së Kosovës. Politika që fyen nënat shqiptare, politika që fyen gratë heroina, që fyen aleatët tanë të lirisë e që ndëshkon secilin që mendon ndryshe. Kjo është relikt i së kaluarës dhe ne do ta bëjmë pjesë të së kaluarës duke zgjedhur të ardhmen. Faleminderit. Sot dua të flas me ju që e votuat LDK-n në çdo palë zgjedhje që nga vitet e 90-ta dhe që prisni udhëheqje shteti që e nderon këtë trashëgimi. Por po ashtu, dua të flas me ju që mund të jeni zhgënjyer gjatë rrugës e mund ta keni lënë këtë shtëpi politike. Edhe me ju që jeni në mërgat, që dërgoni parat dhe shpresën tuaj çdo muaj dhe meritoni një shtet që ju merr seriozisht gjatë tër vitit e jo vetëm 10 ditë para zgjedhjeve. Dua të flas me ju të rinj që po mendoni largimin nga Kosova, duke ndrruar aeroportin si shpëtim, sepse nuk shihni më të ardhme këtu. Në këto zgjedhje, nuk do të zgjedhni thjesht mes partive. Ju do të zgjedhni mes dy mënyrave se si e shohim të nesërmën. Bashkë me ju, ne po punojmë për një Kosovë ku politika flet më shumë për zhvillimin se sa për armiqtë e brendshëm. Flet më shumë për shkollat e spitalet se sa për gjuhën e urrejtjes.
flet më shumë për investimet, se sa për konfliktet imagjinare. Ka ardhur koha të dalim nga politika e lodhjes kolektive dhe të hyjmë në politikën e ndërtimit kombëtar, aty ku energjia e një populli të tërë nuk harxhohet duke u grindur me botën, por duke fituar vendin që e meriton në botë. Sepse nuk ka asgjë heroike në izolim, nuk ka asgjë patriotike në priçjen e miqësive dhe nuk ka asgjë vizionare në krijimin e krizave pafund. Kosova nuk ka lindur për të qenë peng i krizave pafund. Kosova ka lindur për të qenë histori suksesi. E historia e Kosovës është shumë e qartë. Sa herë ka zgjedhur maturin, ka fituar. Sa herë ka zgjedhur partneritetin, ka fituar. Sa herë ka zgjedhur të ecë me botën demokratike, ka fituar. E ka lider që jetojnë nga kriza, sepse pa krizë e humbin rëndësinë. Dhe ka lider të cilët e bëjnë të kundërtën, e ndërtojnë besimin në shtet. E historia do t'i mbajë në mend vetëm këta të fundit, por vetëm të bashkuar mund t'ja dalim. Historia e jonë e ka dëshmuar një gjë të madhe, sa herë shqiptarët kanë qenë bashk rreth një ideali kombëtar, kanë triumfuar, sepse forca jonë nuk është vetëm të arma apo të numrat, por të uniteti, të besimi dhe të vendosmëria për mos të nënshtruar kur para askujt. Edhe një gjë, Kosova nuk ndërtohet duke bërë ndarje rajonale. Nuk duhet të lejojmë një Kosovë të Prishtinës e një Kosovë të Drenicës, një Kosovë të Dugaxhinit e një Kosovë të Anamoravës, një Kosovë të qytetit e një Kosovë të fshatit, sepse ka vetëm një Kosovë dhe ajo është Republika e Kosovës, e lirë, e pavarur, sovrane, demokratike dhe ndërtuar mbi sakrificën e herojve, martirëve, intelektualëve vizionar dhe mbështetjes së aleatëve. Dhe kjo republikë bëhet e fortë vetëm kur bashkohemi. Kështu e kemi ndërtuar shtetin dhe kështu do ta ndërtojmë edhe të ardhmen. Prandaj, ky bashkim nuk është bashkim kundër dikujt. Ky është bashkim për Kosovën, për familjet e Kosovës, për punëtorët që punojnë me nder, për fëmijët që i rrisim në Kosovë, për gratë që punojnë çdo ditë e kur s'ja u njeh kontributin, për pensionistët që meritojnë dinjitet për angazhimin e tyre jetësor dhe për dinjitetin e shtetit para botës dhe jetë shumë të mirë brenda. Prandaj, mesazhi ynë sot është i thjeshtë, por i fuqishëm. Bashkohu jo për një parti, jo për një individ, bashkohu për një Kosovë që dëgjon, punon, zhvillohet dhe ndërton të ardhmen e vet. Sepse rruga e atyre të tjerëve e do qytetarin të lodhur, të zemruar, të përqar, kurse rruga jon e do qytetarin aktiv, të dëgjuar, të respektuar dhe pjesë të vendimit. Ne nuk kërkojmë që njerëzit t'i harrojnë dallimet, kërkojmë që dallimet t'i kthejmë në forcë për vendin, e jo në armë kundër njëri tjetrit. Prandaj, kur ata zgjedhin përqarjen, ne gjithmonë zgjedhim bashkimin. Kur ata zgjedhin zhurmën, ne zgjedhim punën. Kur ata zgjedhin të kaluarën, ne zgjedhim të ardhmen. Ata mund të flasim për kundërshtar, ne do të flasim për qytetar. Ata do të kërkojnë armiq, e ne do të japim zgjidhje. Sepse politika që ndan njerëzit
mund të fitoj një ditë, por vetëm politika që bashkon njerëzit mund të fitoj një vend. Prandaj bashkohu është përgjigjja jonë ndaj ndarjes, ndaj politikës që na ka mbajtur shumë gjatë në vendnumrim. Bashkohuni sepse bashkimi është zëria atyre që nuk pranojnë ta shohin Kosovën të molisur nga përçarjet dhe urrejtje. Është thirrje i izolimit. Të ardhmen nga përçarja politike. Dekada të tëra, ky është momenteve të tilla. Kosova do të ecë përpara si shtet sovran, si aleate strategjike e Amerikës, si anëtare në NATO dhe si pjesë e familjes evropiane. Ky është përcaktim historik i Republikës sonë dhe këtë përcaktim do ta bëjmë realitet me besimin tuaj. Le ta ndërtojmë një republikë që nuk shihet më si problemi Ballkanit, por si histori suksesi i botës demokratike, sepse historia dhe koha e Kosovës nuk është në të ardhmen e largët. Koha e Kosovës është tani. Me 7 qershor, ne nuk kërkojmë pushtet për të sunduar mbi njerëzit. Ne kërkojmë besimin e njerëzve për ta ngritur Kosovën më lart. Prandaj, do të zgjidhni shumë qartë, mes kaosit dhe maturisë, mes konfliktit dhe ndërtimit, mes politikës që përçan dhe asaj që bashkon, ne zgjedhim Kosovën që ecën përpara. Ne zgjedhim Kosovën që udhhiqet nga vizioni i Rugovës dhe që nderon sakrificën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne zgjedhim Kosovën që i jap shpresë të rinjve, Kosovën që nuk jeton nga kriza, por nga puna, Kosovën që respekton aleatët, Kosovën që nuk mban thjesht fjalime për të ardhmen, por e ndërton atë. Dhe si çdo herë në historinë tonë, kur kemi qenë bashk, kemi fituar. Dhe me 7 qershor bashk fitojmë përsëri. Ju ftoj në këtë rrugë, ju ftoj në këtë shtëpi, ju ftoj në këtë republikë. Ju ftoj që ta votoni të vetmen shtëpi politike që e bën realitet këtë vizion, lidhjen demokratike të Kosovës. Bashkohuni qytetarë të dashur për Kosovën që nuk i nënshtrohet frikës, por ecën e pamposhtur me dinjitet, me unitet dhe me shpresë. Rënoft Republika e Kosovës dhe populli i saj, i lirë, i bashkuar, i pamposhtur. Ju falenderoj. Faleminderit shumë.
Ju faleminderit shumë. Dhe tani, e ftoj edhe një herë para jush në skenë, njeriun që e bëri këtë bashkim të mundur dhe që do ta transformoj Republikën e Kosovës me zhvillim e investime, kryetarin Lumir Abdigjiku, që së bashku ta prezantojmë listën e kandidatëve për deputet. Test. Një. Atëherë po fillojmë me prezentimin e listës kandidatëve për deputet, listës më të mirë në historinë e Republikës së Kosovës. Po fillojmë me numrin 110, Pares Guri. Numër 109, Demokrat Ganijaj. Me numër 108, Valon Prestreshi. Numër 107, Albana Bunjako. Me numër 106, Korad Krasniqi. 105, Riza Krasniqi. 104, Fitim Havolli. 103, Drenush Maloku Bejtullahu. 102, Jeton Biçkaj. 101, Zoja Lohaj Konjupca. Me numër 100, Sokol Havolli. Me numër 99, kandidatja mëri në listën tonë, Alisa Jetullahu. Me numër 98, Niç Krasniqi. 97, Kushtrim Krasniqi. Me numër 96, Oltion Ahmeti. 95, Rushdi Blokaj. Me numër 94, Shukrije Shala. 93, Bajrosh Ymeri. Numër 92, Zaim Thashi. 91, Pajtesa Aliu Krasniqi. Me numër 90, Armend Ibrahimi. 89, Zeq Tahiraj. Numër 88, Dafina Zeka. 87, Robert Ukiq. Me numër 86, Bahrije Qunaku Vitia. 85, Naim Hajra. Numër 84, Blerim Sinani. 83, Katrina Krasniqi. Numër 82, Shaban Osmanaj. 81, Alban Hoti. Numër 80, Fatmir Memaj.
79 Bes Qerreti. Numër 78 Vedat Jashari. 77 Albolena Bilali. Numër 76 Dasmor Durmishi. Shtadet e 5 Albolena Mekuli. Numër 74 Selman Kolgesi. 73 Najat Ramadani. Numër 72 Naim Behlulaj. Numër 71 Ibush Beqiri. Numër 70 Arta Ajeti. 69 Besim Guda. Numër 68 Gentrit Murseli. 67 Rabie Haklaj. Numër 66 Vesa Piskala. 65 Besim Kodra. Numër 64 Naser Gega. Numër 63 Djelza Shala. Numër 62 Sadri Berisha. Gjashdhet e një Jeton Kelmendi. Numër 60 Visar Dzani. Numër 59 Bekim Gashi. Numër 58 Safete Amërlahu. Numër 57 Anila Reqica Lugiqi. Numër 56 Armend Grajqevci. Numër 55 Daud Azemi. Numër 54 Sami Salihu. 53 Elmire Nikshi Regja. Numër 52 Sami Boroci. 51 Frosina Berisha Ameti. Numër 50 Lulzim Zeneli. Numër 49 Astrid Desko. Numër 48 Arieta Skeraj. Numër 47 Blerim Kuqi. Numër 46 Hysen Qekaj. Numër 45 Ekrem Mustafa. Numër 44 Besa Gagjerri. Numër 43 Shefqet Shehu. Numër 42 Fadil Geci. Numër 41 Festim Kabashi. Numër 40 Arieta Musliu. Numër 39 Kimete Kuka Hasallari.
Numër 38 Ferid Agani. Numër 37 Berat Rukiqi. 36 Vjolca Kadolli Halili. 35 General Gzim Hazrolli. Numër 34 Bardhyl Hasan Papaj. Numër 33 Kreshnik Çollaku. Numër 32 Brikena Muharremi. Numër 31 Gjafer Gashi. Numër 30 Burim Meta. Numër 29 Arjeta Saliu Abaze. Numër 28 Arben Gashi. Numër 27 Alban Zogaj. Numër 26 Doruntin Maloku. Numër 25 Gjafer Tahiri. Numër 24 Janina Ymeri. Numër 23 Ermal Sadiku. Numër 22 General Fadil Hadërgjonaj. Njëzet e një Valentina Bunjoku Recepi. Numër 20 Shkamb Manaj. Numër 19 Ekrem Hyseni. Numër 18 Adelina Thaçi Meta. Numër 17 Armend Zemaj. Numër 16 Bisar Azemi. Numër 15 Haxhi Avdyli. Numër 14 Besjan Mustafa. Numër 13 Fatije Hoti. Numër 12 Hykmete Bajrami. Numër 11 Abdullah Hoti. Me numër 10 Anton Quni. Numër 9 Jeta Statovci. Me numër 8 Uk Ibrahim Rugova.
Me numër 7, Albena Reshitaj. Me numër 6, Jehona Lushaku Sadrio. Numër 5, Lutfi Haziri. Me numër 4, Doarsa Kica Gjelili. Me numër 3, Akademik Kujtim Shala. Me numër 2, me numrin më të mirë, 2 gishta. Me numër 2, kandidati ynë për kryeministër dhe kryeministri i ardhshëm, Lumir Abdigjiku. Dhe me numrin 1, Barcja Elisës 113 Lidhjes Demokratike të Kosovës, presidentja 6 dhe 7 e Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sadrio. Ju falenderit për këtë mbrëmje të shkëlqyeshme, ju falenderit. Zoti